kjo pjesë do vazhdoj të jetë po njësoj, sepse do donim ta përfundoje fjalin. Pra po e nis edhe ti përfundoje. Kur mendoj për jetën sot në Shqipëri, fjala që më vjen në mendje është asgjë. Edhe në Shqipëri? Heshtje. Shiko. E para njëherë nuk fluturohet të mendoj që të jetoj këtu dhe të fluturohet sikur po mendoj diku tjetër. E dyta, nuk e kam kokën mbrapa për të parë se domethënë çfarë nuk më ndodhi dje. E shikoj tashmen si një mundësi, domethënë atë Zoti më ka falë një ditë prapë, ka mundësi të bëj ca gjëra. Megjithatë kjo ideja e kësaj rubrike është si thua një kritik që ti e bën shumë mirë, po e dhën vetëm me një fjalë. E jemi për të thënë gjëra të mira apo kritik? Po te kritika është gjë e mirë. Pse jo? Kur kritikon mirë. Kur kritikon patjetër. Ja po e vazhdoj unë. Fjalia e dytë. Kur mendoj për ikjen nga Shqipëria, jo ikjen tënde, po eksodin masiv. Kur mendoj për ikjen nga Shqipëria, ajo që ndjej është tristim. Ndjehemi më të varfër për çdo shqiptar që ikën. Se duket sikur është gjë shumë e mirë, po ne kemi prisik për këtë vend. Dhe për çdo shqiptar që ikën ne ndjehemi pak më të varfër. Për çdo fëmijë që nuk vjen në këtë dynjë, domethënë se kanë frikë për të sjellën. Duhet ndjehemi më të varfër. Kur flas për të ardhmen e rinisë shqiptare, më vjen të them O Zot, sa duhet sforcohemi që të besojmë shumë te ata dhe të na bëjnë të besojmë neve. Mirë, okay, do ta bëjmë pak më për çdo gabim të atyre kemi faj ne si brez. Nuk i kërkon dot llogari fëmijëve pse nuk po e bëjnë. Jemi ne që nuk kemi ditë t'ia japim atyre. Është kollaj ti fajsosh. Por më përpara duhet marrim në përgjegjësi që nuk kemi ditë t'ia themi të vërtetat. Nuk kemi ditur të jemi të vërtetë. I kemi gënjur për miq, për armiq, për mundësitë, për pamundësitë, pastaj themi bëmë të mirë për këtë vend. Ne mërkujt. Nëse ti s'ke qenë i vërtet, më treguar si janë na kanë gënjur gjyshit apo prindërit si kemi gënjur ne, çfarë nuk kemi ditur të bëjmë, çfarë kemi ditur të bëjmë. Atëherë kemi drejt të themi që mund t'i kërkojmë gjëra. Po kur ti nuk je i vërtet me këto gjëra dhe i thu pastaj bëu i mirë për këtë vend, ne mërkujt. Okej. Mirë, do shkojmë pak tek Gimi. Kujtimi im më i dashur nga fëmijëria është shkurtimisht. Marrëdhënia me Timat. Ka qenë një dashuri pa kushte, një gjë që unë vazhdoj ta kem brenda vetvetes sepse nuk harroj kurrë atë dashurinë e madhe që kishte ai të më merrte edhe ndoshta nuk ndërshtim me atë që bënte mamaja që më niste për shkolla i merrte me vetë, ishte shofer dhe donte të tullonte me mua, domethënë dhe mbaj mend shumë gjëra nga ajo gjë dhe sa duke ajo lidhje domethënë dhe se i mat ka ikur aksidentalisht nga kjo botë, dhe unë kam qenë aty domethënë sikur ka çu Zoti domethënë që t'jem dhe t'jem i pranishëm edhe në largimin e tij nga kjo botë. Kam përshtypjen që edhe përgjigjen e fjalis pasardhës, kështu që po të bëj të fundit, fjalin e fundit, ajo që më jep shpresë është dashuria. Jo të gjitha po prit. Unë doja të bëja edhe pyetjen e fundit, po shkum shkurtimisht dhe kam përshtypjen në mënyrë të përmbledhur dhe sintetike që ti di ta japësh shumë mirë. Gim, a ka pasur një moment ose një kohë në jetën tënde kur ti më shumë ke dyshuar se sa ke besuar në Zot? Moment krize, nuk e di, ti e di. S'kam ndodhur që të kem dyshim te ajo. Kur kam hyrë në besim, kam hyrë me një rrugtim leximesh. Ka qenë pastaj në vitin 1993 një libër i Alierzit Begovićit, Islamin ndërmjetësinë e perëndimit, një libër që më tronditi gjithë llojet e leximeve që kisha deri në atë kohë. Ish presidenti i Bosnjës, po. Dhe ka një libër filozofik të jashtëzakonshëm. Dhe ka dy fjali që i veçova që në atë kohë, thotë jeta nuk varet fare nga fakti se sa e kuptojmë. Edhe mendimi nuk mund të gjykojë jetën se kjo e fundit është gjithmonë më lart se mendimi. Dhe ne dim për ditëshmëri sa do të mendojmë, nuk e mundim dot jetën sepse jeta na befason. Sado që të kemi menduar ne në gjëra të rëndësishme, jeta është gjithmonë më e fortë dhe na furnizon më shumë. Dhe ne dim shumë mirë që jeta nuk varet fare nga fakti se sa e kemi kuptuar ne, se është gjithmonë, dhe janë dy fjali që më kanë bërë përshtypje fort. Por kur kam hyrë në besim Egon, them drejtën, domethënë ka qenë një ridimensionim i shumë gjërave brenda meje, domethënë një lloj dhënie kuptimi krejt ndryshe i gjërave, domethënë duke sikur sakson atë që ka shumë më shumë rëndësi, domethënë ka dhe çfarë ndodh?
Në moment që beson e ke shumë vështirë të rrëzohesh. Domethënë, ose ke vështirë shumë të rish rrëzuar. Ti e kupton që duhet ngrihesh të ecësh përpara. Edhe ti je falënderues për atë që arrin, për gjërat dhe është e mrekullueshme. E kupton për shkakun që nuk je kurrë vetëm, që nuk varesh nga ata që ke rreth rrotull, po e di shumë mirë, domethënë dhe e gjykon gjërat pastaj nga qëllimi, nuk ke frikë asgjë rreth rrotull, ke frikë ato që të shohën dhe nuk nçifesh se shefe goni apo domethënë apo komshiu apo tjetri. Nëse i do këto gjëra ke frikë, ke frikë gjë të tjetër. Kjo është e mrekullueshme, ëh. Qartë. Është e mrekullueshme sepse të bën ty të kesh një marrëdhënie krejt tjetër me veten. Dhe ajo që duhet bëjmë ne është që mos gënjejmë veten të parë.